Këtë fundjavë, Toronto shqiptare po përjeton një ngjarje me rëndësi të madhe kulturore, ndoshta më të rëndësishmen e këtij viti. Jemi në Humber College, North Campus, ku po mbahet festivali i dytë i librit shqip i organizuar nga Albanian Canadian Development Alternative. Siç e thot edhe emri, ky është një festival i vërtet titush dhe autorësh, një forum vlerash letrare dhe qytetare, dhe në fund edhe një shtëpi e madhe shqiptare ku bashkombasit prekin një pjesë të munguar të universit letrar dhe njerëzor në këtë botë të madhe globale që pjell vetëm ndarje dhe vetmi. Ndërsa po përgatisim një kronik të zgjeruar dhe montazhet e paneleve të shumta me autorë të njohur shqiptar nga diaspora dhe Shqipëria, sot po ju sjellim këtë material të shkurtër të montuar në orët e vona të natës për të rikujtuar publikun e interesuar të Torontos dhe më gjerë se festivali do të qëndrojë i hapur edhe sot, të dielën më 10 maj, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 5 pasdite. Përgëzimet e mia më të mira për organizatorët është një iniciativë në kufit e aventurës, sepse nuk po sjell pije, nuk po sjell gjëra të shtrenjta, po sjell librin, dhe libri është voluminos, libri ka peshë, transportet janë të jashtëzakonshme, të kushtueshme, hapësirat për t'u marrë me qiradmën janë kostoze, shumë njerëz do vinë. Organizimi si të sjellësh njerëzit, marketingu që do bësh, të gjitha biletat e avionit për njerëzit e ftuar, sepse janë hyrje që do vinë, pa ata janë shkrimtar, që ku do gjejnë. Pra, është një punë jashtëzakonisht e admirueshme. Nuk e di domethënë do duhet më shumë ne shqiptarët të japim më shumë mbështetje ndaj iniciativave të tilla, duke bashkuar ato forcat tona për të sponsorizuar dhe për të bashkuar në kontributet tona, të cilat mund të jenë dhe modeste, por kur bëhen shumë marrin një kuptim. S'ka dyshim që roli i kryesor është i shoqatës që drejton zoti Dakli. Ne në këtë rast jemi të ftuar, po ne po vim me duar plot, dhe kjo është pikërisht që ne kishim kërkuar që të jetë një marrëdhënie e tillë që të na mirëpresin, sepse kjo është puna jonë, libri i sillim neve, autorët apo çfarë do që ka lidhje me librin, por ka shumë rëndësi që këtu nga ky vend, apo kudo vend tjetër jashtë Shqipërisë, të dalin njerëz si Udini që ta kuptojnë këtë, ose ambasadat tona do ta bëjnë atë punë, kanë për detyrë ta bëjnë, por nuk e kanë bërë tani, që t'i plotësojnë një kusht shqiptarëve kudo që ato janë në botë, lidhje me gjuhën e tyre, një drejtë e tyre për t'u informuar se ç'bëhet dhe sidomos për fëmijët e tyre. Kështu që pa këtë shoqatë sigurisht ne nuk mund të vinim. Nesër presim të njëjtën pjesëmarrje, ka 4 panele, do ketë një panel historik në mëngjes me Ermal Nuren për të diskutuar mbi arkivat osmane. Kemi Marley Got Talent dhe ora e poezisë, do kemi një takim me fëmijët, Shkëndije Ibishi, që do lexojë për fëmijët. Atëherë si vihet këtu në festival e librit? Festivali është i vendosur në North Campus, në Humber College. Mund vihet me makinë, mund vihet me TTC, kemi edhe parkimin falas, kështu që aksesi është i plotë. Faleminderit shumë. Falenderoj.